Historiani serb trondit Serbinë. Shqiptarët janë populli më i vjetër në Ballkan. Ne jemi ardhacak. Slovenët e vjetër në gadishullin e Ballkanit u mirëpritën nga ilirët, vendas të cilët më vonë janë shpërndarë në disa fise, prej të cilëve mbijetoi një prej tyre, e që në shekullin e 20 të popujt e Evropës perëndimore i quajtën shqiptarë. Kështu shkruan në librin e tij për nxënësit e klasës së 6 të shkollave fillore historiani serb Rade Mihalqić, me çka ai pohon se shqiptarët janë populli më i vjetër i gadishullit ballkanik, shkruajnë mediat serbe. Në libër konkretisht tek mësimi jugu i Slovenisë dhe paraardhësit, ndër të tjera thuhet: Shqiptarët e vjetër kanë prejardhje nga ilirët, të romanizuar në një mas të vogël, dhe ata janë të vetmit që ruanin gjuhën, zakonet dhe karakteristikat tjera etnike me të cilët slovenët, grekët dhe popujt e tjerë u përzihen. Thuhet, ndër të tjera në librin e përmendur, duke shtuar se pas betejës së Maricës dhe asaj të Kosovës, turqit vazhduan pushtimet dhe me kalimin e kohës kërcënuan zonën shqiptare, pohon autori Mihalqić, libri të cilit ngjalli shumë polemika në Serbi, e madje u ndalua edhe në shkollat serbe.